Moderatorja e njohur Kiara Tito ka reaguar për herë të parë pas deklaratës së Dojna Memës, e cila disa ditë më parë kishte shprehur habin se Kiara e kishte hequr nga followersa në Instagram pa asnjë arsye. Në një intervistë të fundmi, Dojna tha shkurt: "Kiara më ka hequr nga followersa dhe nuk e di pse." Ky koment ndezi menjëherë reagime në rrjet, duke ngritur dyshime për një ftohje të marrëdhënies midis dy moderatorëve, të cilat dikur kanë pasur një raport miqësor. Mirë, për mbrëmjen e djeshme në emisionin Goca dhe Gra, Kiara vendosi ta sqarojë publikisht situatën, duke mohuar që ajo të ketë bërë ndonjë veprim të tillë. "Nuk e kam hequr unë, më ka hequr Dojna vet. Të diskutosh këtë është si diskutim adoleshentësh. Kemi qenë kolege, kemi pirë kafe, kemi ngrënë bukë në një shtëpi. Nëse do t'ishte kjo merakosje kaq e madhe, do t'ishte bërë kjo bisedë jashtë kamerave." Tha Kiara me qetësi, duke hedhur poshtë zërat për një konflikt personal. Ajo shtoi mëtej se është mësuar të përfshihet në komente apo thashë theme pa bazë, por zgjedh të mos e ushqejë vëmendjen mediatike me konflikte të panevojshme. "Hajde të themi emrin e Kiarës dhe hajde të klikojemi. Unë nuk bëj karrierë me emrat e të tjerëve, shumë herë jam sulmuar pa të drejtë, por nuk jam viktimizuar", përfundoi ajo. Deklarata e Kiarës është pritur me shumë reagime në rrjet, ku fansat e saj e kanë mbështetur për qëndrimin e matur dhe mënyrën se si zgjodhi ta qartësojë çështjen pa përplasje.